Shikoni që ky vend ka hallë plot. Kjo është e qartë, është evidente, kështu me radhë, po që këtij vendi nuk i mungon humori asnjëherë, kjo është shumë e qartë. Do të thënë që të huaj venda se kështu me radhë bëjmë për qesh, që në pikë sabaut, është e qartë. Dje të gjitha televizionet në lajme në prime time merreshin me raportin e Odirit. Realisht, dje s'kisha nge, as kisha kohë, do më thënë që ta lexoja, por tani mëngjes që e hapa për ta parë, do më thënë sinqerisht, ajo fjalia që ishte në raport që kanë përdorur burime administrative, njerëzore, financiare, kështu me radhë, do më thënë, është... T'ja u lexoj, ç'a do të them, do më thënë, raporti pretendon që qeveria, pra partia shtet, partia pushtete, kështu me radhë, ka përdorur evente, burime, etj. Di kush janë eventet të pëjo. Shive ç'a thot. Ka përdorur panajirin e turizmit në Berlin. Do të thënë, panajiri i turizmit në Berlin, ku ka marrë pjesë kryeministri dhe ministria e turizmit, ka pasur efekt mbi zgjedhjet në këtë vend. Në fakt, panajiri i turizmit në Berlin ka një datë fikse, mbahet gjithmonë në të njëjtën datë dhe nuk ka lidhje me zgjedhjet që mbahen për vendet e tjera. Ndërkohë që ajo që ka ndikuar më fort në zgjedhje pastaj ka qenë biles në heshtjen zgjedhore, që është thyer, ka qenë Giro d'Italia. Do me thënë që të katandisët logjika në këtë nivel, që Giro d'Italia e bërë në Tiranë dhe që me thënë drejtë shkaktoi trazira shumë të mëdha dhe bezdisi shumë njerëz, ai sa mund thoshin që më fali për shprehjen, po e them ashtu siç ishte ato ditë, ikni pirdhuni me gjithë Giro d'Italia se na nxit jetën me trafikun. Kjo ka ndikuar në zgjedhje dhe i ka sjell vota Partisë Socialiste, kjo është na. Shikoni që ky vend ka hallë plot. Kjo është e qartë, është evidente, kështu me radhë, po që këtij vendi nuk i mungon humori asnjëherë, kjo është shumë e qartë. Do të thënë që të huaj venda se kështu me radhë bëjmë për qesh, që në pikë sabaut, është e qartë. Dje të gjitha televizionet në lajme në prime time merreshin